Bashkia e Maliqit është duke ndërhyrë për termoizolimin dhe hidroizolimin e pallateve në Maliq dhe Drithës. Sipas kryebashkiakut Gëzim Topçiu, është bërë një projekt për të gjitha pallatet dhe po ndërhyet sipas mundësive financiare, duke shpërndar investimin në disa faza. Ne po rehabilitojmë disa objekte ndërtimore në qytet, në fshatin Drithas, duke ndërtuar çati të reja dhe duke bërë termoizolimin, sistemin kapot rreth tyre. Është një projekt që do të vazhdojë dhe në vitet në vazhdim. Jemi në fazën e parë, do të realizojmë një fazë të dytë shumë shpejt dhe shpresojmë që një pjesë të godinave shumë kate, të cilat të amortizuara jepnin një pamje shumë të keqe për qytetin dhe për zonën, të kenë një gjendje shumë të mirë si nga ana vizive, por dhe nga ana funksionale. Edhe për banorët kjo punë është e mirëpritur, pasi prej vitesh ata vuanin nga lagështira për shkak të depërtimit të ujrave nëpër mure. Jemi shumë të kënaqur që i bën me çatit, ullukët, sidomos unë që jam katipar, vinin tër pikat çatis, taracës këtu. Tash është shumë mirë, u bë me cilësi të mirë. Pallati pikonin, edhe çatia bile edhe deri në kat 4 pikonte çatia. Tash është mirë, nuk pikon. Deri më tani është punuar në 15 pallate, në të cilat është kryer termoizolimi nëpërmjet veshjes kapot, ndërsa është punuar edhe për hidroizolimin e taracave, si dhe ndërtimin e çative dhe vendosjen e ullukëve.